Territoriale vjen si pasojë e asaj e treguesve që vinë. Pra nuk është historia që hajde bëjmë një hartë tash se duam ne ta bëjmë hartë. Pra është në bazë performance. Patjetër që është në bazë performance, por është edhe diçka tjetër. Për shembull kishim rastin e para pak ditëve, kishim rastin e një diskutimi, unë vi nga Qarku Lezhës, që ishte për pjesën e Mirditës. Në Lezhë, Bashkia Mirditës, të them të drejtën, unë isha pjesë e Komisionit të Ndarjes Territoriale dhe Administrative, por isha i vetmi që nuk reagova për një furtunë gotë që përfaqësues të opozitës dolen me deklarata që mos luani Mirditën, nuk duhet të shkrihet Mirdita. Po, i kam dhënë. Një fortunë gotë shumë e çuditshme në fakt, sepse e para punës Mirdita nuk është vetëm një identitet krahinor. Mirdita është edhe identitet historik. Edhe Mirdita ka qenë përpara se ne të jena këtu, Mirdita është prap e Mirdita do të jetë përgjithmonë. Pra praktikisht ajo çka përfaqëson Mirdita nuk është një vendim administrativ. Ajo apo ligjor. Mirdita përfaqëson shumë më shumë se sa për të mos diskutuar asnjëherë. Edhe ekzistenca që Mirdita të jetë bashki, a mos të jetë bashki, në atë komision nuk është diskutuar ndonjëherë. Pra nuk është plan për ta fare. Nuk ka qenë ndonjëherë kjo historia. Por ama pastaj në momentin që ti nuk ke argumente politike apo propozime të mirëfillta politike në shërbim të banorëve atje, do bësh politikën krahinore. Pra si është politika nacionaliste. Mund të qesojmë të gjithë banorët e Mirditës që nuk do prekin. Është fakt tashmë. Është fakt, ka qenë. Pra nuk ka pas asçka me qetësu, sepse ka qenë fakt. Mund ta thash edhe herë. Mirdita nuk ka qenë në plan. Mirdita është shumë e madhe që të diskutohet në gjëra kaq të vogla. Pra nuk duhet të shkoj mendja kujt, as i ka shku mendja kujt që Mirdita duhet apo mos duhet. Po kemi një situatë shqetësuese për banorët e zonës, flasim gjithmonë në Prrenjës. I druhet Partia Socialiste që mund të ketë protesta në bashki të ndryshme nëse do të mbyllen Prrenja, se ishte një prej tyre, por mund të ketë edhe të tjera. Arber, sipas dijenisë time, shumë kohë më përpara, ndoshta gaboj, po Librazhi dhe Prrenja si bashkë kanë qenë. Sipas dijenisë, po këtë nuk e di. Ata thonë nuk kemi qenë asnjëherë, jemi ndryshe. Atëherë po e marr se ata e dinë më mirë se unë. Banorë flas gjithmonë. Ajo çka është ajo çka del nga kjo reformë e re, po e quajmë tashmë, është propozuar që të ndodhë, është koncepti i qytetit. Pra praktikisht, në qoftë se të kthejmë që dal pastaj prapë te pjesa e Prrenjës dhe Librazhit, po kthejmë prapë ke Qarku im. Në qoftë se në bashkinë e Mirditës, po marr prapë shembull bashkinë e Mirditës, ne kemi dy qytete. Kemi Rrëshanin, kemi edhe Rubikun. Janë dy qytete, të cilat përfaqësimin në Këshillin Bashkiak do ta kenë secili me kuotat e veta. Pra në qoftë se ka 20 anëtar të Këshillit Bashkia e Mirditës, 5, 6, 7 në bazë numrit popullsisë do të jenë përfaqësues që do zgjidhen vetëm për Rubikun. Pjesa tjetër do zgjidhet për Rrëshenin, edhe gjithë do bëjnë Këshillin e Bashkisë Mirditës. Gjithashtu, administratori i qytetit është automatikisht edhe zëvendëskryetari i bashkisë. Pra praktikisht në çdo qytet sot, se nëse kjo ishte edhe gjëja më e mirë në fakt që unë mendoj se ka dalë nga kjo reformë, çdo qytet sot në Shqipëri do ketë një administrat të vetën edhe do ketë një nivel tjetër tashmë të drejtimit. Pra, në qoftë se një bashki me dy qytete do ketë kryetarin e bashkisë qytetit baza, edhe do ketë edhe zëvendëskryetarin e bashkisë që është administratori i cili do të jap shërbimet atje në qytet. E njëjta histori është edhe Prrenjësi. Pra praktikisht do ketë kuotat e veta përfaqësuese në Këshillin e Bashkisë. Që ta kuptojmë pak më mirë këtu, ndjes. Pra nëse do ketë shkrirje me Librazhin, nënkryetari i bashkisë Librazh Prrenjas do të jetë i Prrenjësit. Po patjetër. Edhe do të jetë aty në Prrenjës, do ketë zyrën Prrenjës, do japi shërbimet në Prrenjës, edhe anëtarët e Këshillit do të jenë. Pra nuk mundet për me ndodh që në zgjedhjet vendore, anëtarët e Këshillit për shkak edhe të numrit popullsisë që ndoshta në Librazh. Kjo do ndodhi me të gjitha bashkitë që do mbyllen. Kjo do ndodhi me të gjitha bashkitë e Shqipërisë. Po, marrim bashkinë e Lezhës. Bashkia e Lezhës ka dy qytete. Ka qytetin e Lezhës dhe qytetin e Shëngjinit. E njëjta histori do jetë edhe për bashkinë e Lezhës. Pra njësia administrative e Shëngjini, qyteti i Shëngjinit do ketë administratorin. Njëkohësisht do ketë edhe zëvendëskryetarin e bashkisë, detyrueshëm ligjërisht që do të jetë nga Shëngjini. Pra, në Këshillin e Bashkisë, Bashkia e Lezhës ka 41 anëtar të Këshillit.
Pra po marrim për qytetarët, shërbimet nuk mbyllen në qytet. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Pra qendrat urbane do të jenë përsëri të aksesueshme, dhe nëse më përpara ne nuk kemi pas, ta zëm Mamorras, nuk e kemi pas këtë lloj të funksionimit, tash Mamorrasi si qytet do ketë njësitë administrative me më shumë shërbime edhe me administratorin që është zëvendëskryetari i bashkisë. Dhe për ta mbyllur diskutimin për reformë territoriale, nëse opozita nuk e jep votën e saj, do ta votoni vetëm? Në vjesht, flasim gjithmonë. Atëherë, ne është bërë një punë voluminoze, edhe është bërë një raport, është bërë një propozim, edhe nuk mundet për me ndodhë, që ta kthej pak në terma kështu, të bësh 9 muaj edhe mos dalish kurrkun. Patjetër që do dalim, patjetër që është dalë me propozim. Edhe me patjetër që unë mendoj se ne vjesht do kemi një reformë territoriale administrative. Më kujtohet edhe kur ishte Indieri Bashkim Fino, deputeti PS-s në 2014 i bëri një intervistë sepse votimi për reformën e atërshme territoriale u bë 2015. Dhe një ditë diskutimi ishte, opozita nuk mori pjesë edhe tha ne do ta çojmë para vetëm nëse ata nuk na bashkohen. Dhe ashtu ndodhi. E mira do ishte të kishte diçka, të përbashkët, por në fakt vullneti atyre nuk ka qenë që ditën e parë. Duhet të them që ta mbyllim ne këtë diskutimin, ne vetëm për të miratuar kalendarin e zhvillimeve të komisionit kemi bërë 2 muaj e gjys. Jo sot, jo nesër, jo sot, jo nesër. 2 muaj e gjys. 2 muaj e gjys kemi. Mirë, ndrojmë pak temën e diskutimit, shkojmë tek ajo që ka qenë zhvillimi më i fortë i këtij viti, por ndoshta i këtij 10 vjeçari që lidhet me protestat para kryeministrisë. Po vijojnë përsëri, më jep komentin tënd. Malti një deputet i ri, je larg asaj influencës, po them, negative të problemeve që mund të ketë patur qeverisja, por gjithsesi je përfaqësues i Partisë Socialiste. Si ke parë gjithë këtë qasje që ka protesta, gjuajtje me vezë, kritika online, sulme online, shumë intensive? Atëherë, dinamika protestës ka ndryshuar edhe opinionin, në thënë drejtën. U bën ca ditë tash që u bën 50 ca ditë. 60 ditë hyri. Po, kemi hyrë në ditën e 60 të zhvillimit protestave, edhe unë nuk kam qëndru nuk kam nejt pa qëndrimet e mia, që i kam bërë normalisht edhe publike edhe në daljet publike në media. Por ama edhe në rrjetin social. Ajo çka u pa fillimisht në ditët e para të protestës, them të drejtën, unë mendoj që mos të bëhemi përsëritës her pas here të këtyre diskutimeve. Ajo që ndodhi në ditët e para të protestës, fillimit të para protestave, nisja për rastin e Zvernecit, që të them të drejtën, diçka e tillë ndodhi edhe dikun ja 3 muaj përpara edhe në Rjoll, edhe unë pata majti qëndrim për atë, ishte shumë e drejtë. Dalja qytetare, përkrahja qytetare e problemeve, thënia problemeve të përditshme, normalisht që qëndrojnë. Edhe ne kemi thënë këtë. A ka probleme? Patjetër që ka probleme. Pse vijnë problemet? Atëherë, ne themi që problemet vijnë për shkak të rritjes pritshmërive, që është shumë normale. Ndodhin në një vend ku në vitet e fundit ka pas një zhvillim me hapa shumë shpejta. Mendoj unë. Edhe pastaj evolimi deri në atë protestën që është sot, deri në atë protestën para parlamentit, unë jam deputet normalisht, nuk jam komod. Unë pranoj kritikën, pranoj gabimin, patjetër. Jam kritik, mendoj unë, ku duhet, por ajo gjaja që nuk pranoj unë, është pranoj edhe të fyem kur kam gabim. Okej? Që është njerëzore historia. Por gjaja që nuk pranoj unë, është që vi, ta ne të mohem, të fyhem, të gjuhem, nga kush? Jo, ti nuk e bën këtë. Pra, ty personalisht, me sa të kam ndjek, ke qenë zë atje. Po. E kem shtet protestën. Unë e mbështes, Okay. nuk e fshe. Okej. Po si jam për akte të tilla nuk jam, të jemi sinqert. Kush do të më gjujë mu me vezë, Arber? Kush më gjujë mu me vezë? Pra, ato personazhet që janë atje. Madje më lejo ta bëj një intermezzo shumë shkurtër, Patjetër. edhe për përplasjen me policinë, unë nuk jam, sepse në fund ditës ata nuk janë Edi Rama, nuk janë ministri, nuk janë ministrat, dhe në fund ditës janë shqiptarë me shqiptarë janë të punësuar, do ruajnë rendin, do ruajnë sigurinë. Unë nuk jam për dhunë, sepse po të jetë për dhunë,
e ka bërë Partia Demokratike, dikur e ka bërë PS-ja. Nuk jemi përdhun asnjëri, nuk e dyshoj fare Po ky është qëndrimi Ajo që po diskutoj unë, Se desha ta thoja se kam patur ndjese. Kush do të më gjujë mua me vezë? Kush po më gjujë? Kush po del aty me më gjujë mua me vezë? E pse po më gjujë mua me vezë? Pra, u bën ca ditë, u bën ca herë që ndodhin. Kjo ato personazhet aty janë personazhe publik sepse ata kanë llokrenari këtë historinë. Dalin atje dhe e bëjnë këtë, ne e bëjmë. Njerëz s'kan punuar herën, s'kan punuar ditë në punën e vet. A di kush po më gjujë me vezë apo? Mu po më gjujnë me vezë, fëmijët, aty që s'kan lënë xhapa ban këtë shtet. Që kanë vjedhur poste shtetërore. Që kanë pas deputet prindrit. Pse janë fëmijë deputetësh? Nuk i njoh. Atëherë nuk po flas me emra se unë nuk i vlerësoj fare, unë kam 5 me hiç këtë historinë. Unë po marr ja ata që vinë nga Lezhë. Njerëzit s'kan punuar ditë në jetën e tyre, s'kan pas nevojë. Për çfarë do të më? Ku ka protestë në Shqipëri? Ku ka protestë në Shqipëri? Ata shkojnë protestë. Se normal që ke për shkuën protestë të arbër se ç'a bën ti kur shohësh mëngjes? S'punë s'ke, ma nana e baba. Je në rregull ti. Por një punë civile vet nuk e kanë. Me thanë kanë bërë këtë punë. A kupton? Ndërkohë, ata vinë dhe më nëtëmojnë mu që paktën qysh 20 vjeç s'kam neti ditë pa punë jetën time. Kam punu privat shumë kohë përpara se me fillu po punu në shtet, përpara se mu bë kuadër. Edhe këto personazhe nuk e pranoj që të vinë, të më drejtojnë gishtin mu, edhe të më thojnë mu që ti je deputet i shitun, se shitun i thonë opozitës ata, po unë nuk i përfaqësoj. Nuk i përfaqësoj as duam të përfaqësoj për 1000 vjet. Demokracia është një sistem ku logjika e numrave prevalon mbi logjikën e individit. Edhe une jam për menigju 830.000 qytetarë tjerë, e jo menigju 2-3 që s'përfaqësojnë as ty, as popullin, përfaqësojnë vetëm vetin në mënyrën më shëmtuar. Në qoftë se opinioni e mbi protestën, patjetër është opinioni i deputetit.